Në Shqipëri, Banka Botërore i sugjeroi sot qeverisë që të bëjë kujdes me stabilitetin makroekonomik, të mbajë në kontroll deficitin dhe borxhin publik. Pas takimit me kryeministrin Sali Berisha, drejtoresha e lartë për menaxhimin Ngozi Okonjo Liella tha se Shqipëria në këtë periudhë pas krizës përballet me sfida të rëndësishme për të ruajtur ritmet e larta të rritjes. Banka Botërore ofroi $1 milion për përmbytjet në zonën e Shkodrës dhe shprehu gatishmërinë e lëvrimit të një granti $22 milion për sigurinë e digave të hidrocentraleve. Korespondenti ynë Armand Mero njofton nga Tirana. Drejtuesja e lartë e Bankës Botërore, Ngozi Okonjo Liella, shprehu sot vlerësimet pozitive për ecurinë e zhvillimit ekonomik të Shqipërisë, ritmet e larta të rritjes, uljen domethënëse të varfërisë dhe mënyrën se si vendi përballoi ndikimet e krizës ekonomike globale. Por, si theksoi ajo, kriza ka lënë pas një tjetër mjedis ekonomik ku sipas saj në vitet e ardhshme zhvillimi global pritet të jetë i ngadalshëm e po ashtu dhe burimet e kapitaleve të kufizuara. Prandaj sipas saj, vendet me besueshmëri më të madhe makroekonomike janë ato që do të mund të thithin më shumë investime. Ka shumë rëndësi, siç diskutuam dhe me kryeministrin, që Shqipëria të vazhdojë ndjekjen e politikave fiskale të kujdesshme dhe të sigurojë qëndrueshmërinë fiskale. Kjo do të thotë që Shqipëria duhet i përmbahet kuadrit afatmesëm buxhetor që i mban deficitet dhe borxhin publik në një tendencë rënjeje. Nga ana e tij, kryeministri Berisha garantoi se stabiliteti makroekonomik është objektivi kryesor i qeverisë, e cila, siç tha ai, synon të mbajë deficitin në 3.5% dhe nivelin e borxhit publik në 59%. Natyrisht është e kuptueshme që drejtoresha e lartë e Bankës Botërore për Menaxhim, zonja Ngozi Okonjo Liella, do të dëshonte disa vlera më të ultra për borxhin. Dhe kjo është normale. Por e rëndësishme është që ne mbetëm të vendosur të mos lejojmë që borxhi të kalojë mbi 59%. Për drejtoreshën e Bankës Botërore, Shqipëria duhet të gjejë mënyrat për të garantuar ritmet e larta të rritjes ekonomike tani që vendi përballet me një konkurrencë në rritje, duke qenë në kategorinë e vendeve me të ardhurat të mesme, sepse nën të janë ato vende që prodhojnë të njëjtat produkte, por që konkurrojnë në bazë të punës më të lirë. Sipër saj janë ato vende që prodhojnë produkte më komplekse, por që përdorin koncepte e prodhimi më të avancuara e që konkurrojnë në bazë të inovacioneve, përshtatjeve dhe aftësive. Banka Botërore, e cila pak më parë prezantoi edhe një studim mbi modelin ekonomik që Shqipëria duhet të ndjekë, sugjeron që t'i kushtohet vëmendje infrastrukturës, teknologjive inovative, zhvillimit të sektorit të energjisë, një arsimi më cilësor dhe të krijojë një mjedis sa më të favorshëm biznesi. Drejtoresha e Bankës Botërore premtoi sot $1 milion për zonat e përmbytura, si dhe ofroi gatishmërinë e bankës për një fond për $22 milion për sigurinë e digave të hidrocentraleve. Deri më tani projektet e Bankës Botërore në Shqipëri kapin shifrën e $1.5 miliard. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.